Numri i fermerëve të pajisur me NIP në fund të vitit 2024 vlerësohet në rreth 105.709, duke shënuar një rritje me 9.6% krahasuar me numrin e fermerëve të regjistruar një vit më parë. Rritja e numrit të fermerëve të rinj është kryesisht rezultati i mbështetjes financiare të qeverisë. Skemat e subvencioneve për bujqësinë kanë ndihmuar në rritjen e formalizimit të sektorit dhe në pajisjen e fermerëve me NIP. Scanintel ka analizuar të dhënat e regjistrit të ndërmarrjeve për vitin 2024 për të kuptuar se si është shpërndarja e fermerëve sipas rretheve. Shifrat tregojnë se gjatë periudhës një vjeçare të gjitha rrethet patën një rritje të numrit të fermerëve të regjistruar me NIP. Konkretisht në rritjen më të lartë ka qenë qarku i Vlorës me 12.4%, pra në vitin 2024 në këtë qark u regjistruan 825 fermerë më shumë se në vitin 2023. Në rënditje ndjek qarku i Dibrës me 10.7%, rritje ku në vitin 2023 ishin të regjistruar rreth 3.179 fermerë gjithsej, ndërsa në vitin 2024 vlerësohen në 3.558. Po ashtu qarku i Elbasanit ka patur një rritje të konsiderueshme të numrit të fermerëve me 9.8%. Në të kundërt, rritja ka qenë më e ulët në qarqe si Korça dhe Lezhë, ndërsa në vitin 2024 Fieri ishte qarku që kishte më shumë fermerë të regjistruar krahasuar me qarqet e tjera. Bashkia Lushnjë kishte përqindjen më të lartë të fermerëve aktiv të regjistruar me 10.3%. Nëse analizojmë fermerët sipas gjinisë, rezulton se 14.4% e fermerëve pronare apo drejtuese janë gra me 11.2% nga viti 2023. Lidhur me aktivitetin ekonomik, shifrat tregojnë se 57.5% e fermerëve ushtrojnë ato në ferma mikse dhe në kultivimin e perimeve.